Tani do kalojmë në lojra sepse këtu nuk ka kuptim pa disa lojra. Ngjitur me ty. Ne hoqëm qafe për çfarë erdha dhe Hajde hoqëm qafe. Tani fillon me bazerin. Unë do të jap disa. Kjo më duket loja më pa kuptim a fatos që edhe çoku e ka. Ja të ta shpjegoj fatos. Sepse çështja është bazeri është kur janë dy persona dhe kush është i pari përgjigjet, po kur që janë vetëm unë dhe tregoj pak trikun që është një trik psikologjik, po dukshëm ti nuk di shumë nga psikologjia. Unë do t'jap pyetje. Goja jote e tosit fakt. Ti do ta shtypësh atë bazerin për arsye që duhet të thuash gjën e parë që të vjen në mend. Po më shkon për këngën magjike se kam qenë antar jurie kështu. Absolutisht. Atëherë fillojmë. Do më japësh emra VIP-ash këtu. Okej? Ai sa dhe ti kur të pyeta. Për kë mora? Në që tash tregoj emra. Kur të më ftosh? Kur të ftoj unë. Po. Je sigurt? Je sigurt? Po. Fillojmë. VIP-i me më shumë influencë në Shqipëri është. Shtypem. Lori Hoxha. Okej. VIP-i më i keq kuptuar sipas teje, pra perceptimin publik. Jacqueline Lekatari. Okej. Ishte shumë shpejt. VIP-i më riç, më i pasur. Personi i parë që thash. Lori Hoxha. VIP-i që të ka heq nga Instagrami ose të ka bërë blok. Më ka bërë blok Arber Hajdari, më kanë hequr, pastaj më ka hequr Paloma, më ka pas hequr, pastaj edhe më kërcënonte. Kanë hequr, kush ka hequr tjetër? Landi më hoqi tani, bashkë edhe nga Instagrami Mirit. Unë dhe Miri qetemi te një njëti vend. Berber. Se di Miri mua s'm ka heq akoma, kështu. Po Arbri pse të ka bërë blok? Që te bigu i parë se e bullizoja. Po unë pra njëti personazh që i thot Selinës, s'ka gjë për bullizime, ti kaloj, se në vërtetë vetë ndërkohë blok. Ej, po ka harruar një me lëm duket apo s'të ka bërë ti blok. Ai që na ka bërë dhe neve. Po ai llogaritet. Ai është ai nuk kujdo. Ai ka bërë blok gjithë në Tiranës, se mendoj që ka shpëtuar unë. Vazhdojmë me tjetrën. Shiko, e di edhe pse se përmenda se fansat ati që janë pak sa me kartel, domethënë është I swear to God, domethënë po edhe po ta përmendësh thon se e përmend. Kur e përmend, prandaj unë si përmendaj vetëm gërmë. Shiko, kur se përmend për shembull, kur është për ta lavduar thon, po pse se përmend se ti ke personale. Kur e përmend thon pse e përmend. Do të merrni klikime që rrisë ti. Pretendojmë të gjithë që nuk ekziston. Okej, nuk ekziston. Jetojmë të lumtur. Pyetja e radhës, VIP-i sipas teje Andi që është I mbi vlerësuar. Ai që theti. Ky me L. Ky me L, që mbaron me Wiz. Kujti. VIP-i më teka njozi ka teka ose diva si mund ta themi ndryshe. Shiko, diva treatment aktualisht nga VIP-at bën Luana. Luana Vjallë. Po ishte goxha diva kur e pam nga afër. Diva treatment nuk është gjë e keqe. Po e vërtet. Po se kam vetë pra. Okay. Por ty po e bëjmë këtë emision në fund. Ti që po xhirojen Kamës para ca ditëve, diva titrën. Kamës ka qenë ky me këta, ma kam qenë. Unë kam Dursin aty është. Jo, ka qenë. Ma ata Dursin nuk shoj. Pyetja e fundit, VIP-i më arrogant. Kaq pak? Më arrogant. Eglaceno. Ke një histori me Eglacenon? Jo, fare, jo. Po pse është arrogante? Apo nga bigi? Ka dëgjuar. Jo, nga ato që shoh, domethënë përgjigjet që kthente gjërat. Po Paloma pse të kishte kërcënuar ty? Po pa ta bërë një batutë atëherë për Filip Çakullin, por ishte akoma tek fix fare. Ama ngjëra Big Brother që harron. Tani mbaroi një lojë, nis loja tjetër dhe loja tjetër ka të bëjë me thashë themet e showbizit. Ti do po hosh ose do më hosh? Thashë themet që qarkullojnë vërdall. Më mirë, po si do mbindesh ti mua që unë të pohoj, se unë mund të pohoj gjithkohës. Shiko, jemi treguar jo shumë të keq, nuk kemi përmend emra, janë thashë theme që janë teori pa emra. Këngëtari që ka kënduar këtë këngën. Ja, dëgjoj të parë. Këngëtarët shqiptar janë me borxhe, nuk kanë lifestyle-in që shesin. Jo të gjithë. Jo të gjithë, por vlen për disa. Për disa po. Okej. Ka dhe nga ta që kanë blerë makina në 100.000 euro dhe nga ana tjetër kanë 0 koncerte dhe janë me kredi. Makina me kredi. Qa këngë ka kënduar? Rap. Veshin roba falso. Fake. Këtë si ja kam parë. Po e kupton ti tani? Jo, po s'marrë nga roba. Se ty është ai që ka robat shumë imsi. Jo, për zotin. Nuk si vishëm unë shkredi. E vërtet. Mos të ofendo të ftuarin, e vërtet tot kjo. Mos e vëre, e vetëm gjë që kjo ka është veshja, kështu që. Është pika ime dom. Veshja dhe Lart Vasilin. Kulmi. Mjaftojnë. Kanë varësi nga lëndët narkotike. Disa po.
Janë, do me thënë, janë kështu Në ca varësi, grade janë. në çfarë grade varësi. Varet pyet për një shok. Po varet cili se ju gjithë janë gjithë Okej, cilë është fushi përkasin këta vipa që kanë varësi? Po repera nga janë Kosova artistët. për shembull? artistët. janë. Repera nga Kosova. Po pse reperët nga Shqipëria janë më Të sober në gjithë, fakt. fatos të gjithë. Tani bëhet fjalë për meshkuj apo ka dhe femra? O na lodhe të shi. pra, Të the pa emra, jo po The emrin, Gjinin pyeta. i ke nga të dyja gjini. Në të dy, okej. Kanë marrëdhënie të hapura. Çiftet. Këtë se di. Shehin Normal seksualitetin e tyre dhe hiqen si straight. Po. Okej. Sa e din, sa se din që janë, kështu që nuk e di. Ja. Derisa ta pranojnë dhe me veten. Han buk me tag. Shumë e bukur kjo. Shkon në një restorant, nuk mendoj. nuk pagun se dhe të bëj Ka tag. pas raste dikujt që ka thënë ka shkuar kanë ngrënë në Ma, shtruar unë dhe e pastaj di ka thënë njërën a mund të tash, paguaj me tag, por Po edhe unë e di njërën, është njëra që bës si. unë e kisha njëri. Unë e di njëra. Okej, që kanë disa. Që kanë disa. Dhe e fundit, blen followersa dhe klikime. Po, kjo po. Është random fare. Kush blen më shumë dhe sa është kilja? Unë më shumë se blen ata që kanë rënë nga fiku. Nga festivali apo? Jo, jo. Ja, po. Jo, këta të dalin nga Një moda. pyetje e shkurtër, pse kanë shumë klikimet në YouTube në videoklipet e artistëve shqiptar apo s'po ecën blejnë më? E kanë kushtuar YouTube-i. Sepse nëse blen ta mbyllin kanalin në YouTube tani. Kam nga kupton? idea Pakistani, Është Ka Maroku. më tani 70 milion për 2 javë. Mira, mirë. Gjithsesi, ka ardhur koha për lojën e tretë. Për specin. Ja, Jo. për pak, ja. Kemi dhe një lojë tjetër. Ah, Ai është the final boss. Ajo është- Po prit more, po s'ka ardhur aty akoma more. Ka dhe Sa kjo lojra do e bëj keni? ky. Po dalim të bëj dhe unë një, të justifikoj dhe unë Pra, rollin apo. 5 lojra që kanë, okay. Më pëlqen këto lojë. Më mirë të kishim bërë intervistën me Janë lojra. 4 Andi, 1 Janë 2 3 4. Matematika Andi. Po mendova një këtu, një aty. Jo, jo. Jam Janë bash, një konkurrent i vetëm. Gjithsesi erdhi koha të kalojmë tek loja tjetër. Unë do të jap disa personazhe dhe ti duhet të zgjedhësh mes tyre, qoftë për profesionalizëm. Si s'hoqe dorë nga kjo lojë. Ky jam unë në fund të Ke ditës. shërë me Remzi Osmani nga kjo toskën e regaluar. Me vërtet se çfarë ka thënë. Jo, s'ta them çfarë kanë thënë, hajde të shikalo. Ha, mirë atëherë. Jam prap të dyja emrat aty që do të zgjidh. Jo, sigurova që ja. Atëherë, Hajde. Gjensila dhe Besi. Ha. Zgjidh. Zgjidh, Gjensila apo Besi? Po unë më mik kam Besi nga të dy, po të sjell. Por për të solidarizuar me gjitha komentet negative që merr që shumica janë të padrejta, hajde Gjensila. Sara apo Ledri? Sara. Arbri apo Ermali? Arbra Hajdari apo Ermal Mamashi? Ermal Mamashi. Moza apo Ermiona? Moza. Tajna apo Enca? Enco. Enca. Më tha që klipi i Pushoti, mbarove ishte i ti. kopjuar nga Jenca. Pushove ti, se Prandaj kam ti parë, vendos. nuk e kam parë klipin. Tajna është një nga ato artistët që unë nuk e dëgjoj, nuk është në shqiet e mia, nuk do thotë që se vlerësoj, por thjesht nuk e dëgjoj. Po. Okej. Dhe dyshe e fundit, Alban Skëndera apo Ylli Limani? Ishte obvious? Hajde. Ai po thotë që nga shikimi më duket Ha, more. Kujt i shkojnë për koncert? Ua, Ylli Si dhe Limani. Si dhe njëherë dhe njëherë? Kujt i shkon në për Kujt i shkojnë koncerte? për koncerte unë? Ylli Limani. Po koncertet kush i mbush në për Europë? Stadiume. Të dy. Okej. Se dhe Ylli po bën një tani. O Dëgjoj. zot çfarë gazetarësh o Dalina, A Dalina mund- po çike këta të dy muaj. Shikoni, ne trafojmë ty, ruajmë Dalina na thot, ruaj rolin e të paditurit gjithmonë. Po jo të budallajti 24 orë 24. Ua, bifi juaj më Paguhemi për atë shkatron. Andy Rapit të parë. Do doja. Dik këshill nga Pak të ne unë, paguajmë. pak edhe 1 3, roli budallajt ju shpëton gjithë jetën. Andi tani do arë speci, shkurt mua beti thua ka jetë. A më di se ti e mësuar tash se e ke edhe për herë dytë Po këtu. ha, na zbulos sot të vërtetën e sherrit me Jonida Maliqi dhe Soni Male. E para një herë është pjesëmarrja e të dyjave në Festival Këngës, ku Jonida fitoi dhe Soni doli e pesta. Seriozisht e beson ti këtë Po arsye? prit moj të Prit ka disa arsye. Jo, po se e nis nga arsyeja më Po ka disa arsye, minimale. moj nuk ka vetëm 20 vdiqe, për ton s'ka faj lart Vasili për zotin. Jo, ti e meriton. Po ti na pyet ne. Po prit, po unë them ka disa arsye ti më ndërhyn. Arsyeja e parë është kjo. Arsyeja e dytë është që vijnë të dyja nga një brez ku konkurenca ka qenë shumë herë më e fuqishme se ç'janë sot, por ne nuk i kemi ditur dhe kanë qenë underground. Pra Xhak ka pasur luftë konkurrencë të ftohtë. fshehur. Dhe treta është emri që të gjithë e dim neve, që njëra ka qenë e fejuar me të, dhe tjetra është rastisur në
Evropë me të. Domethënë, Është e fortë. A është kjo arsyeja e tretë më e forta nga të gjitha? tani se cila i rëndon të dyjave më shumë, unë nuk e di, por të treja këto arsye tregojnë që të dyja kanë një bif me njëri pse tjetrin. Por nuk është një bif që është nga të dyja palët, se po ta kemi parë debatin, e para që u hodh në sulm ishte Sony. E pra. Po, ajo Jonida është tërhequr pjesëri. Pra, Sony u hodh në Jonida sulm doli varë nga ferma. Jonida iku fare, kështu që Pra, po pse ky vendim, sepse Arbana po mundoi që ti përplaste. Është kontrata. Është vërtet kjo pjesa e po të që ne kontratës? dim që Jonida ishte me kohë limituar, so like. Kështu që Time is Ama se money. bëni edhe time kështu is si të money. paditur juve. Ju vetë nxjerrni lajmet e vetë unë pusni. sa po pres të le të dosh pyetjen e fundit që Kjo është pyetja e fundit, ama. nuk është një pyetje. Kjo do më zgënjej mua, e di fatos. Ja, këtu do jemi. E di. Prank call, Si qeshi buza. Merë në telefon që lidhe Gjilagën dhe ftoj për një koncert në hapjen e një klubi në Kavaj. 5.000 euro për ka një gjë. Ata duan që bileta shoqërojnë me një petull nga duart tua. Njëri çikçi tani po serios, serios. Shumë Mos serios. qesh. A ti them sikur është kështu mbledhje katolike. Pse? Ajo është muslimane, devote. Jo, eksagjerohet jo, shumë jo. pastaj. Do gjithë stafi thoi nga një Petull nga ti. Duart e tua. Ka duart e tua. Pastaj di thua shimi në WTF show në atë emisionin që spranove të shkoja. Do na hysh të gjithëve budalla. Ska gjë. Se do na hysh- Arma ime është më e fortë. Çik na ecën tersi, çik na hyshtit na bëjnë ai nusk çilieta. Se bën nuska çelieta? Vendose Andri, vendose nga ana këtu, mikrofoni nga brenda. Nga brenda. Shpirti, Më biri. çfarë po bën si të kam? E që në shtëpi duke rregulluar çorapet njëra A më raftika çfarë një koqire je, nuk di. Fiks para koncertit shtunën, ë? Fiks. Më raftika. Ne do shifemi shtunën, po un para se të them për shtunën, në fakt kisha një kërkesë për ty, një ofertë për ty. Hapet një kështu lokal si lounge i ri në Kavaj, tani me rastin e verës, e donin të kishin për të kënduar. Me tarifën e kishin ata 5.000 euro. Po kishin një kusht që unë nuk e di t'ja dhe pranosh. Se edhe ne donin që ti sillje petullat gatuara nga dora jote, që çuditshëm ta ro. Që po do vi dhe më petulla po më rak. Tani, je që je tani, do shash pak fatosin e Andales, se më bën prank. Shaje pak prank. Të ikën 5.000 euro më. Ore, mama bëni prank ju për legena. Ajo thash që do ju yshti, e meritojnë shpirti. E yshtin bashkë. Cileta shumë sportive, di që ta merrte me Po 5.000 euro, unë të dosha, budalla. Puna ishte të pite, si do bënte për gjithë Që po pitet, po kjo i qan pitet. Lali tatë se bëjnë përshtypje lekët fare, se është mësuar edhe me shumë dhe me pak. Zemra ime. Kështu që ta të tre e kanë për detyrë që të vinë shtunën te klubi që të performosh ti. Ato do vinë mësile ato të blin pitat ke unë, mësile ato. Të dua. Cileta. Ha, kështu zgënjesh. Po, shumë sportive. Negativ, more si hoq. Po e lënduat se u gëzua shkreta. A tha e zvuan. Ka gjë, tani do e dëgjojnë të sponsorat dhe mbase do i japin dhe një Shikoje kur ofertë. ky lonxhi në Kabaj të ekzistoj. Që kur ti bëj ofertë. Flet në trend ngrënia e piteve në klabe. Më trego pak pitër e çilietës po, mund të hysh. Dhe kështu mbyllet ky emision për sot. Me pitën E pacim pitën e çliet. Andi shumë faleminderit me pite pa pite prapë kënaqëm. Dhe ne përveç se në fundjavë do të shihemi sërish të hënë dhe të mërkurën me live-et tona në orën 6 dhe me shohun e përjavshëm kryesor në orën 8 të premten apo jo çuna. E vërtet. Ju nuk duhet të harroni të bëni gjën më të rëndësishme të jetës tuaj në këto Bëni follow momente. anti-vrapi në Instagram. Absolutisht jo. Po mundësisht, Ne kanë ftuar prandaj. por duhet të bëni subscribe në Andale dhe follow në gjitha rrjetet tona Po shiko, sociale. Andale 3 gërmat e para i saj. Andi po more dhe mendje aq të ka jote televizive. Televizive ju si në televizion po Ne jemi në YouTube që është më në televizion. media më influencë. Arbana mburret me shifrat e YouTube-it, kështu që YouTube-i. Po me Arbanën krahasoni ju pra. Patjetër ne krahasojmë me Jo, atë do që shumë krahasoni top. me Bigun, jam Arbanë, s'është Arbanë. Edhe me Bigun krahasojmë. Bjer shifrat. Më fal me shifra. Ne nuk marrim kur Paçi.